Pas muaj të shejt Ramazanit, erdhi Fitr Bajrami, urime e për hajër, Bajrami i madh të gjithë besimtarëve, të gjithë shqiptarëve, një festë e gëzuar, e cila njëkohësisht na i përkujton vlerat e solidaritetit, të sakrificës, të ndihmës që duhet të japim për ata që kanë më pak, që ndodhen në kushte më të vështira. Si çdo vjet edhe si vjet, si për çdo Bajram, vizitën e parë e bëjmë te Myftiju Naim Tërnava, te kreu i Bashkisë Islame të Kosovës, këtu në selinë e tyre në Prishtinë, për t'i falenderuar për angazhimin, punën, rolin, kontributin edhe aktual edhe historik. Si vjet janë bërë 30 vjet, prej se u njihem personalisht me Myftiju Naim Tërnava dhe unë asnjëherë nuk e harroj kontributin e tij si udhëheqës i medreses Alaudin, ku mbaheshin atë botë aktivitetet e shumta shoqërore dhe kombëtare në kuadër të rezistencës sonë. Gjithashtu sot kujtojmë edhe 37 hoxhallar, imam, shejt që ranë dëshmor në luftën çlirimtare. E falenderoj Myftijun Tërnava për bashkëpunimin që kemi me programet e ndryshme për paqe sociale, për mirëqenie qytetare, me shoqatën Bereqeti dhe jo vetëm, dhe njëkohësisht shprehi zotimin ton që do të bashkëpunojmë gjithnjë më ngushtë e më shumë edhe në të ardhmen.